Kronik e përgjakshme. Liderat botëror që u vranë ose humbën jetën tragjikisht derisa ishin në pushtet. Historia ka regjistruar raste të panumërta të vrasjeve të liderëve botëror. President, kryeministra dhe monark kanë rënë viktima të atentateve apo aksidenteve të rënda, duke mos arritur kur t'i çojnë deri në fund mandatet e tyre shtetërore. Ky material sjell një përmbledhje të figurave më të rëndësishme që humbën jetën në mënyrë të dhunshme apo tragjike derisa mbanin timonin e pushtetit. John F. Kennedy, SBA, 1963. Një nga vrasjet më të bujshme të shekullit të 20. Presidenti amerikan u qellua për vdekje gjatë një parade me makinë të hapur në Dallas, Teksasit. Ngjarja mbetet edhe sot e kësaj dite një nga teoritë më të mëdha të konspiracionit në botë. Abraham Lincoln, SBA, 1865. Udhëheqësi që udhëhoqi Amerikën përmes luftës civile dhe i dha fund slavërisë, u qellua në kokë nga aktori John Wilkes Booth, teksa po ndishte një shfaqje teatri në Washington. Indira Gandhi, Indi, 1984. Kryeministri i parë dhe vetme femër e Indis u vra në borën e rezidencës së saj nga dy prej truprojave të saj të besuara të besimit Sikh, si akmarrje për një operacion ushtarak në një tempull të shenjtë. Yitzhak Rabin, Izrael, 1995. Kryeministri i Izraelit, i cili fitoi çmimin Nobel për paqe për përpjekjet e tij për arritjen e marrëveshjeve me palestinezët, u vra nga një ekstremist i krahut të djathtë Izraelit pas një tubimi masiv për paqen në Tel Aviv. Anwar Sadat, Egjipt, 1981. Presidenti i Egjiptit u vra gjatë një parade ushtarake në Kairo nga pjesëtarë të rreshtuar të ushtrisë që kundërshtonin marrëveshjet e tij historike të paqes me Izraelin. Jovenel Moise, Haiti, 2021. Një nga ngjarjet më të rënda të viteve të fundit. Presidenti i Haitit u vra brenda rezidencës së tij private nga një grup mercenarë të armatosur të huaj, duke zhytur vendin në një krizë të thellë të sigurisë. Park Chung-hee, Korea e Jugut, 1979. Presidenti që transformoi ekonomikisht Korenë e Jugut u qellua për vdekje gjatë një darke private nga kreu e agjencisë së tij të inteligjencës, CIA, pas tensioneve të brendshme politike. Mbreti Faisal, Arabi Saudite, 1975. Monarku që modernizoi Arabinë Saudite dhe njihet për ndikimin e tij të madh gjeopolitik, u vra nga nipi i tij gjatë një audiencë zyrtare në Pallatin Mbretëror. Idris Deby, Çad, 2021. Presidenti i Çadit humbi jetën tragjikisht në vijën e parë të frontit, teksa po vizitonte trupat ushtarake që po luftonin kundër rebelëve në veri të vendit, vetëm një ditë pasi kishte fituar mandatin në 6 presidencial. Salvador Allende, Kili, 1973. Presidenti socialist i Kilit humbi jetën brenda pallatit presidencial gjatë një grushti shtetit të përgjakshëm ushtarak të udhëhequr nga generali Augusto Pinochet. Këtë raste dëshmojnë se pushteti i lartë shpesh vjen me një çmim ekstrem, ku historia e një kombi mund të ndryshojë brenda pak sekondave në një plumb apo në një kthes fatale të ngjarjeve.